Gjykata Supreme i ka dhënë të drejtë kandidatit të pavarur për kryetar të Kllokotit, Arber Emini, i cili ka kërkuar anulimin e rezultatit të zgjedhjeve dhe përsëritjen e tyre. Me këtë vendim, Supremja e ka urdhëruar panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa që të trajtojnë në merit ankesën e Eminit. Supremja ka vlerësuar se PZAP-ja ka gabuar kur e ka hedhur poshtë ankesën si të parakohshme, me që Emini është ankuar për procesin e votimit e jo për rezultatet. Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson se PZAP gabimisht ka vendosur kur e ka hedhur poshtë ankesën e ankuesit për faktin se nga pretendimet që dalin nga ankesa, i njëjti është ankuar për procesin dhe parregullsitë gjatë ditës së votimit dhe jo kundër rezultateve preliminare të tabuluara nga KQZ-ja, ashtu siç ka pretenduar PZAP-ja në vendimin e saj. Vendimin e saj Supremja e ka arsyetuar edhe me faktin se Emini ishte ankuar ndaj partive Lista Serbe dhe Srpska Narodna Sloga, e jo ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Gjykata e ka urdhëruar PZAP-n të shqyrtojë edhe një herë ankesën e Eminit dhe të nxjerrë vendim të drejtë dhe të ligjshëm. Gjatë ditës së zgjedhjeve, policia ka arrestuar një grua në ndyshimin se ka lëshuar vërtetime mjekësore të rreme për të mundësuar votim me asistencë. Vërtetimet u lëshuan nga institucionet shëndetësore paralele të Serbisë në Kosovë. Prokuroria Themelore në Gjilan ka konfirmuar për kohën se ky rast është në hetime dhe lidhur me të janë kryer edhe veprime hetimore. Me datën 17 tetor 2025, policia e Kosovës me urdhër të gjykatës themelore në Gjilan ka kryer disa urdhër kontrolle në komunën e Kllokotit, në fshatin Verbovc dhe në fshatin Pasjan. Ju njoftojmë se për rastin konkret ende janë duke u ndërmarrë veprime hetimore dhe për momentin nuk mund të japi më shumë detaje. Komuna e Kllokotit u krijua në vitin 2010 gjatë procesit të decentralizimit. Regjistrimi i popullsisë i kryer në 2024 tregoi se në këtë komunë shumica e popullsisë i takojnë etnisë shqiptare. Bazuar në të, ka 1702 shqiptar, krahas 1330 serbëve, por që nga krijimi i pushtetit lokal është udhëhequr nga serbët. Sipas Eminit, partitë Lista Serbe dhe Srpska Narodna Sloga, duke shkelur ligjin dhe rregullat zgjedhore, e mundën atë në zgjedhje. Rezultatet e deri tanishme nxjerrin dy kandidatë serb në balotazh, Božidar Dejanovići në listës serbe me 883 vota dhe Srećko Spasićin e SNS-s me 673 vota. Emini doli i treti me 518 vota. Por në zgjedhjet për kuvend komunal, partitë shqiptare morën 813 vota. Emini tha se nuk do të heqë dorë nga kërkesa që zgjedhjet në Klllokot të përsëriten. Mendoj se PZAP-ja ka dëshmi të argumente që parregullsi gjatë ditës së zgjedhjeve në Klllokot dhe ndërhyrja e strukturave ilegale të Serbisë është çështje që duhet mirët parasysh dhe të garantojë një proces lirë dhe demokratik, të çojë Kllokotin në rivotim. Ligji për zgjedhjet jep PZAP-s kompetencën të anulojë rezultatet në një vend votim apo qendër votimi dhe ta urdhërojë KQZ-n ta përsërisë votimin.